kontrollojnë këtë gjë në mënyrë që të na bëjnë sa më të përgjegjshëm të gjithëve. Do të thonë mbi të gjitha edhe gjykatësin, edhe prokurorin, apo hetuesi më herët vjen veç avokatin, edhe njeriu që lënda të cilit po gjykohet, për shembull me u leju që një inspektor trillon shifra në një raport financiar në një raport administratës tatimore. Dhe kalojnë 3 shkallë gjykate dhe asnjëra nuk e merr parasysh qëndrimin edhe të avokatit, po dhe të palës, që thot, hej, 5 vene inspektori ka fut shuma të trilluara. E ka lënë edhe Supremin kjo lëndë. E tash kjo është shqetësuese, mirë po ne jemi pak sa të hendikepuar në këtë drejtim, për faktin se ende ne nuk jemi antar të Këshillit të Evropës. Po të ishte Kosova antar e Këshillit të Evropës, rastet tona do të përfundonin në gjykatën e Strasburgut. Dhe tash për fat keq, edhe sistemi i drejtësisë tek ne pedin që çdo gjë që fillon Kosovë përfundon Kosovë. Nga se ne ende nuk jemi antar Këshillit të Evropës dhe qytetarët e Kosovës janë të privuar nga mundësia që t'i drejtohen gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, nëse ata mendojnë se kanë pas një gjykim të padrejtë. Nëse ata mendojnë se zëri tyre nuk është dëgjuar. Nëse ata mendojnë se kanë marrë një vendim gjyqësor të parsyetuar. Të gjitha këto janë baza që një qytetar i Kosovës t'i drejtohet gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, mirë po ne thash se jemi të hendikepuar nga se ende nuk jemi antar të Këshillit të Evropës. Po sa të bëhemi antar të Këshillit të Evropës, do ta kemi edhe një mekanizëm i cili besoj se edhe do të jetë edhe në funksion të disiplinimit të gjykatave vendore, nëse ato veç se kanë vendosur në një procedurë në mënyrë arbitrare. Sepse kjo sjell dilemën, a është pa aftësi profesionale për këtë zgjedhje apo zgjedhje qëllimshme, pa i parë absolutisht pa e pa të vërtetën. Dhe nëse kjo është bërë e tillë, qoftë edhe si pa aftësi profesionale apo zgjedhje qëllimshme, mos dashje me pa të vërtetën, tash mundet me ndodhë një gjykim publik, që kjo opinioni publik, që kjo sto media, njeri del thet, hej, që më kuj kam, që këtu. Më duket shumë i vetmuar njeriu që po gjykohet, para krejt saj, ata me nejt, atje edhe me thonë, qështu, se qështu e ke lyp. Për marrë shembull, ekspertiza dhe super ekspertiza. Se du me të pyet pak që ata njerëz, unë kur janë në qova, zakonisht njerëz që vërtet kanë vlera në këtë drejtim, kanë çfarë për të thënë, zakonisht mundohem me nxjerr prej atyre atë që do të shërbejë si një pistë zgjidhjes së problemeve dhe njerëzit duke dëgjuar thojnë, hey, po kështu po më isha me zgjidh këtë problem, qoftë ai në shëndetësi apo në këtë rast në drejtësi që kemi juve. Për shembull, unë kam kriju një bindje, po dhe në bashkëbisedim me përplot njerëz, sikur kërkesa për super ekspertizë shihet si bezdi dhe jo si e drejtë themelore. Dhe shpesh herë dhe nuk i lejojnë më bë këtë gjë. Kështu. Po dalim njerë pe shpjegojmë pak ekspertizën, tani me dalë të super ekspertiza. Para gjykatës mund të shfaqen konteste të natyrave të ndryshme. Nga njerë për vërtetimin e fakteve me relevancë për procedurën, kërkohen njohuri profesionale të cilat gjykata nuk i ka. Në të tilla raste, gjykata angazhon ekspert për vërtetimin e fakteve me relevancë, për cilat duhet njohuri profesionale nga një lami e caktuar. Për shembull, nëse është kontesti financiar, atëherë gjykata angazhon ekspert financiar. Mirë po, nëse eksperti nuk ka dhënë arsye për gjetjet, nuk e ka tregu metodologjinë të cilën ai e ka përdorur për me ardhur te përfundimet, pala ka të drejtë të kërkojë super ekspertizë. Dhe gjithmonë gjykata duhet që të analizoj me kujdes kërkesën e palës për super ekspertizë dhe thjesht gjykata është ajo që e ka ngarku ekspertin me detyra të caktuara. Dhe nëse gjykata nuk i ka marrë përgjigjet nga eksperti në përputhje me detyra që ka dhënë ekspertit, atëherë është shumë e natyrshme që të angazhohet edhe super ekspertiza, që zakonisht është ekspertizë që punohet nga së paku 3 ekspert. Së paku 3 ekspert, atëherë kemi të bëjmë me super ekspertizë, nga se
edhe në atë rast, njëri prej ekspertëve apo dy ekspertë mund të ndojnë mendimin nëse nuk pajtohen me ekspertët e tjerë, mirë po gjithmonë ato ekspertiza janë më të përmbledhura, më përmbajtësore dhe zakonisht në përvojën time personale, zakonisht gjykata ja u ka falë besimin, nëse eksperti e ka tregu metodologjinë e qartë që e ka përdur për me arrit deri tek rezultatet të cilat kanë qenë objekti super ekspertizës. Kjo ka ndodhë. Po nëse pas ekspertizës, e cila nuk është kontestu, gjykatësi vendos krejt në kundërshtim me ekspertizën. Kjo është pak e çuditshme, më thonë të drejtën, sepse logjika është e thjeshtë. Nëse gjykatësi mendon se ka njohuri profesionale për faktet kontestuese, mos ta angazhoj ekspertin fare. Fiks. Do të thotë, në momentin kur gjykatësi duhet me vërtetu një fakt për cilin s'ka njohuri profesionale, angazhon ekspertin. Nëse mendon se është ma ekspert se eksperti, nuk ka nevojë me angazhu ekspertin. Fiks. Unë nuk po e di çfarë përgjigje me dhënë ndryshe nëse pyetja parashtrohet në mënyrë abstrakte siç e parashtrua ti. Në realitet, kështu se tingëllon shumë abstrakte për faktin që tashi, se jemi në një moment tjetër. Nëse ekspertiza parë nuk kemi pajtu me të, kemi vënë dyshime, edhe në mjekësi kërkohet mendimi i dytë, edhe në gjitha shkencat kërkohet mendimi, eksperimente, mendimi i dytë. Mendimi i dytë është super ekspertiza me 3. Po tani, herën e parë na dështon eksperti. Eksperti që e paguajmë, qysh me vazhdu me pagu atë. Në herën e dytë, edhe me super ekspertizë, gjykatësi vendos kundrejt kësaj super ekspertize, qysh me pagu edhe këte. Po, shikoni, tash çështja e pagesave është çështje që rregullohet me... Fjallën pagese ka miliona, mos miliona tërë, nuk e kam veç mjallon parë. Po, shumë e qartë, shumë e qartë. Po, çështja e pagesave është çështje ma shumë teknike, edhe pse për palën nuk ka teknike, sepse ajo po shpenzon mjete materiale. Mirë po, duke qenë se në procedurë civile, do të bëjmë dallimin. Procedurë penale, i akuzuari nuk paguën ekspertizë, sepse e drejta penale o pjesë e drejtës publike. Dërsa në të drejtën civile, ekspertizën e pagun personi që propozon ekspertin. Pse? Sepse ekziston barra e provuarit. Personi në procedurë civile që e pretendon një fakt, ajo ka barrën me provu. Nëse do me provu me ekspertizë, do të me pagu. Mirë po, me vetë faktin që e ka pagu ekspertizën, nuk do të thotë që ekspertit do të mja majtë anën palës që e ka pagu ekspertizën. Ajo do të jeti pavarur në gjetjet e tia. Mirë po, tash po dalim të një çështje tjetër të vlerësimi ekspertizës, se ekspertiza është provë, si deklarata e dëshmitarit, si dokumenti, si ekspertiza janë provë. Edhe gjykata, atje në ligj thuhet, gjykata i vlerëson provat një nga një dhe të gjitha së bashku për me ardhur deri tek konkluzioni. Dhe natyrisht gjykata nëse ja fal besimin një ekspertize, duhet me tregu pse ja ka fal besimin, edhe nëse nuk ja fal besimin një ekspertize, atëherë duhet me tregu për cilat janë ato arsye pse nuk ja ka falë besimin e ekspertizës. Dhe nga kjo do të varet se a kemi një vendim të arsyetuar gjyqësor apo një vendim të pa arsyetuar gjyqësor. Nga se Kushtetuta e Republikës së Kosovës i garanton secilit qytetar që të ketë një vendim të arsyetuar gjyqësor. Pra kjo është kategori kushtetuese. Krejt luftat që të jemi të drejtë me njeriun. Në jetë, absolutisht. Tashi, ekspertizë, super ekspertizë, 2 herë i njëjti gjykatës vendos kundër. Shkon shkallë dytë e hup Londën, edhe hup një herë dhe 2 herë, se ju ka kthy 2 herë. Shtrohet pyetje shumë logjike, që mase që intereson kur ju dëgjojnë. Çka më i bën këtij gjykatësit në shkallën e parë? A është çështje pa aftësie? A është çështje pa diturie? A është çështje qëllimi të caktuar? Apo sepse pastaj po na i bën 1 milion lëndë pa kryme? Po në fakt edhe gjyqtarët e kanë atë vlerësimin e performancës. Me sa jam në DNI, Këshilli Gjyqësor i Kosovës çdo vit e vlerëson edhe analizon performancën e gjyqtarit. Me sa jam në DNI, sepse kjo është çështje e gjyqësorit, unë jam në avokati. Absolutisht. Unë edhe si ekspert drejtësie jam. Edhe në qatë drejtem edhe po përgjigjem. Me sa jam në DNI, ka ndryshuar edhe kriteret për vlerësimin e punës e gjyqtarëve. Nga se në të kaluarën, gjyqtarët janë vlerësuar në bazë të kuantitetit. Dhe më thonë, një gjyqtar ka marrë notë pozitive sepse i ka kryer ta zom 25 lanë brenda një muaji. Mirë po kjo është kuantitet. Puna e gjyqtarit duhet të vlerësohet me kualitet. Jo vetëm me kuantitet.
me sa e dione kanë ndryshu këto kriteret të vlerësimit të gjyqtarëve dhe janë fut elementet të kuantitetit dhe kualitetit të vlerësimeve, mirë po me sa e di Këshilli Gjyqësor nuk i publikon vlerësimet që ja u bën gjyqtarëve në aspekt të përgatitjes së tyre profesionale. Prandaj, secili gjyqtar duhet të nënshtrohet vlerësimeve në bazë të procedurës standarde të përcaktuar me ligj dhe varësisht për rezultateve të treguara duhet të vendoset për avansimin apo për degradimin e tij. Këto janë rregullat. A zbatohen praktikë? A bëhet dhe ajo? Sepse nuk i jep ato vlerësime, po Këshilli Gjyqësor i jep përgjegjësi kujt? Këshilli Gjyqësor është i pavarur, mirë po... Por duhet me dhënë përgjegjësi dikujt. Shikoni se edhe kjo pavarësia shpesh po keq interpretohet. Ju jeni të pavarur në vendimarrje, po nuk jeni të pavarur në llogaridhënie. Se shpesh edhe tek ndërhyrjet në gjyqësor, kur po kërkohet llogaridhënia, po thuhet është ndërhyrje. Nuk është ndërhyrje. Ndërhyrje është nëse një gjyqtarit politika i tregon apo qeveria i tregon se a me thirrën e dëshmitar, mos me thirrën e dëshmitar, me marrë këtë provë, apo çfarë epilogi me dhënë rastit. Kjo është ndërhyrje. Ndërsa nëse lypër llogari për kostgjatin e procedurave, për kualitetin e vendimeve gjyqësore, për arsyetimin e vendimeve gjyqësore, kjo nuk është ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Në asnjë vend botës nuk konsiderohet ndërhyrje. Si të konsiderohet ndërhyrje nëse ti, sikur me dalë mu pyet, po themi si student, nuk e kalon gjashën, edhe po thu unë jam shumë rregull, po më pengon ti unë pavarësinë time. Jo, unë veç po tregoj që ti e ki gjashën. Edhe në vend tonë duhet më ardh ai me 10. Jo për tjetër, po si e zgjedh problemin. Sakt. Do më thonë kështu në...